Pas prajmit të së martës, kur Rogerti vendosi ta linte përkohësisht shtëpinë e Big Brother VIP, për të futur vetëm disa minuta më vonë, ai ka komentuar lojën e tij në dhomën e rrëfimit. Rogerti e quajti veten të dobët pas kësaj lëvizjeje, ndërsa u shpreh se kundërshtarët më të fortë për në lojë janë Miri dhe Selin. Ndihem shumë i dobët, unë si Rogert. Është njësoj sikur jemi në një garë dhe kam dalë për një orë gjysmë, tani duhet t'i kap, t'i arrit disa banor. E di si do t'i kap. Me mirësjellje, jo me ofendime. As unë nuk e njoh veten tamam. Unë kam një problem. Bëj shumë gjëra dhe nuk mbaj mend shumë. Por e shoh që këtu brenda nuk kam kundërshtar më të fortë se Miri dhe Selin. Miri mezi priste që të dilja, u shpreh Rogerti. Rogerti vendosi ta linte shtëpinë në prajmin e mbrëmjes së kaluar, pas komenteve të opinionistes Monika Kryemadhi. Monika komentoi debatin e fortë që Rogerti pati me Selin, gjë që çoi në vendimin e papritur të banorit për të dalë nga dera e kuqe. Rogerti u shpreh se ka vendosur të rikthehet lojës me mirësjellje dhe pa ofendime ndaj banorëve.